Pesimizmi është pjesë e imanit të dobët, andaj e shohim që profeti Allahu xhall në gjitha rrethonat ishin optimist, madje edhe kur të tjerët të rreth mendonin se ata nuk do të kenë shpëtim, me kemi rastin e Ibrahimit alayhis salam, me kemi pejgamberin Musa alayhis salam, i cili kur ballafaqua me detin kurse mrapa e kishte Firaonin me ushtrinë e tij dhe Musa alayhis salam me popullin e tij të varfër po largohen ashtu çysh udhëzoi Zoti i tij. Dhe kur u ballafaquan me detin e mrapa ushtria popullit çka than? Than inna la mudrakun, than neve veç na zonën pra Firaoni mos i dim se çfarë do të bënte Firaoni me Musa dhe me atë popull fukara që ishin shërbëtorët e tij. Por Musa alayhi salatu wasalam asnjëherë sikur të gjithë profetët nuk e humbin shpresën në mëshirën, në forcën e Allahut subhanahu wa taala. Ata kishin vetëm një dert valon që ti respektonin udhëzimet e Allahut në përpikëri. Kjo ishte goja e tyre. Pastaj suksesi është në dorën e tjetrit, ndoshta në dorën e Allahut subhanahu. Andaj Musa sa tha kella, tha kurse subhanallah. Plot vullnet, plot shpresë, plot optimizëm edhe në këto rrethona. Deti përpara, ushtria mrapa. Dhe jo një ushtri thjesht, po Firaoni ai që nuk do të ka tiran që është një historia më të madhe se sa ishte Firaoni. Megjithatë, plot optimizëm, tha kella inna ma'iya rabbi sayadin, kurse me mua është Allahu, ai më tregon se çish me vepru. Ai na tregon zgjidhjen sepse Allahu ka thënë wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush e ka frikë Allahun, Allahu ja hap dyert. Allahu ja tregon se çish me vepru. Pra Allahu e nxjerr prej situatave të ndryshme. Andaj besimtari në asnjë rrethon nuk guxon me qenë pesimist. Në asnjë rrethon nuk guxon, ai mundet ndoshta mos me realizu ato çka ka planifiku, por çdo herë duhet me qenë optimist se kjo është në të mirën e tij, eventualisht duhet me rishiku veten e tij ndoshta ose ku gabova, ku bëra mëkat, ku është lëshimi im që smujta me realizuar diçka që është e mirë. Përndryshe në asnjë rrethon besimtari nuk guxon të jetë pesimist dhe s'ka dyshim se optimizmi lidhet shumë me imanin. Andaj profeti sallam subhanallahu në ditët e para në Mekë po i jepte besimtarët, edhe pse ishte fillimi i shpalljes. I përgëzonte shokët e tij, ata cilët po ballafaqoheshin me kushte jashtëzakonisht të vështira, sabrën ala yasir fa inna maw'idakumul janna. Sabër, durim o familje e Asirit sepse vendi juaj është xheneti. Por në asnjë rrethon, edhe atëherë kur ndoshta nuk e sheh që nuk ka rrugdalë të kësaj bote, e ki prapë shpresën, optimizmin dhe synimin final që ka secili besimtar, që ne prapë kemi të garantuar fitoren e përjashme nëse jemi besimtar. Andaj, sikur se thatë që dobësimi i imanit, dobësimi i mbështetjes së drejtë në Allahun azza wa jall dhe mos kuptimi i drejtë i optimizmit dhe i shkaqeve rrethonave të kësaj jete bën që besimtarin pastaj me qenë edhe pesimist. Absolutisht nuk guxojmë të jemi të tillë. Muslimani në përgjithësi, pastaj ne si musliman në këtë vend nuk guxon të na godet pesimizmi,